Zgjedhjeve parapraket non shkurtit, realisht Kosova që një vetë pothuajse është në zgjedhje, vazhdu me zgjedhjet lokale dhe tash prap u prodhu situata që vendi shkon zgjedhje, jemi të përgatitur për këto zgjedhje me një program të mirë, i cili i adreson nevojat e Kosovës me një ekip të mirë, me një listë të mirë dhe kualitative dhe me një entuziazëm e besim në rezultat mirë në këto zgjedhje. Çka do të thotë rezultati i mirë në këto zgjedhje? Cilat janë pritshmëritë reale të Partisë Demokratike të Kosovës? Pritshmëritë reale të Partisë Demokratike janë që Partia Demokratike e Kosovës ta udhëheq qeverinë e ardhshme në mandatin 4 vjeçar pas këtyre zgjedhjeve. Që i bie kryeministri nga radhat e Partisë Demokratike të Kosovës, në këtë rast jam unë. Tek lista e Partisë Demokratike të Kosovës, element të cilin e përmendet pash ngjashmëri në të kaluarën, por pash edhe ndryshime. Ndryshime emra të cilat vendosen më në plan të parë, edhe pse numrat jo domosdoshmërisht çdo herë favorizojnë dikë, por nëse i referohemi pjesës së 10-shës së parë, pash ndarje të regioneve të ndryshme, përfaqësim nga pjesë të ndryshme të Kosovës, si është shpjegimi për listën edhe ata të cilët ju presin të jenë përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës në shtëpinë e popullit në kuvendin e Kosovës? Pjesë e madhe e kandidatëve janë për herë të parë që garojnë. Ikon rreth 50% e kandidatëve thuajsen që për herë të parë që garojnë. Përveç kësaj na ka diversitet në listë, edhe në aspektin gjinor, edhe të moshës, edhe regional, edhe të profesioneve. Dhe me qëllim që ta reflektojmë shtrirjen e Partisë Demokratike të Kosovës, sepse Partia Demokratike e Kosovës është parti që është në gjithë Kosovën, në listë, domethënë, në 10-shën e parë ka njerëz profesioneve të ndryshme, ka njerëz të regioneve të ndryshme dhe ka njerëz të moshave edhe gjinive të ndryshme. Do thotë ka nga dega e Prishtinës,